Gjeta në Gjermani crumble cookies. Këto me shumë mundësi nuk janë fare as origjinale, se me sa di unë shkruhet ndryshe. Po gjithsesi nga forma ishin të ngjashme, kështu që unë mora një box me 4 copë. Kështu duken tani nga pamja këto, me thënë të drejtën, duken shumë të thata, edhe pse aty thoshte që janë shumë të buta. Do ta fillojmë me këtë. Unë tani as nuk e di fare me çfarë janë këto, se nuk është se i tregon aty. Mi tha ai, po i kam harruar se me çfarë ishin. Një gjë është e sigurt që nuk që nga të thata, që janë shumë të buta. Ndjej shumë të shijen e çokoladës, edhe pse kjo e zeza ishte më pak e preferuara ime të paktën nga syri. Po me vërtet e ndjekam shumë shijen e çokoladës brenda, dhe si coptuha kjo aq e butë është. Ka shijen tamam të një biskote që mund ta bësh vetë në shtëpi. Dhe kjo u shkëput fare tani. Kjo më duket ishte me gjalp kikiriku. Okej, ta provojmë me këtë. Që nga shumë e mirë, sepse është e përzier qija e të ëmbëlës me të kripurën. Të paktën këtë gjalpin kikirike ndjej goxha. Por që nuk jam shumë e sigurt nëse më pëlqeu më shumë ajo e para apo kjo. Ne kemi këtë tjetër, mua më ra sheqerin kok me 2 kafshata, domethënë aq të ëmbla janë. Kjo duket si biskote thjesht me copa çokolade, do ta provoj mirë ç'është e ka. Kjo që nga tamam biskot me çokoladë, dhe asnjë gjë të veçantë, domethënë nuk është se është në një shije wow. Tani kemi edhe këtë tjetrin që duket me djathtë, po nuk besoj që është me djathtë, ndoshta është me çokoladë të bardhë. Të gjitha aromën e paska njësoj të një biskote të sapo dalë nga furra. Dhe po, mendoj që është biskote bardhë. Të provojmë një. Kjo e fundit ishte më e mirë. Ka çokoladë të bardhë dhe unë kam shumë qejf çokoladën e bardhë dhe kjo ndoshta e shpjegon. Nga këto të katra do veçoja këtë të zezën që s'më mbushi fare syrin në fillim, edhe këtë të fundit që ishte me çokoladë të bardhë. Këto të tjerat nuk ja vlenin shumë.